faleminderit për qetësinë, por nuk mjafton, zoti Bardhi duhet të largoheni nga salla. Në një seancë që nisin me tension dhe përfundoi me zhurmë, Kuvendi i Shqipërisë miratoi vetëm me votat e mazhorancës ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve. 71 vota pro me elektronik, 2 vota me karton, 73 vota pro në tërësi, në total, abstenimi 0, kundër 9, projekt ligji miratohet edhe në tërësi. Opozita e cila kishte kundërshtuar fort këtë nismë më herët në një mbledhje të pak ditëve më parë në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, e ktheu seancën në arenë proteste, por jo në një betejë politike me efekt real. Në vend të debatit, zhurmat dhe pasthirmat zun vendin e argumenteve, derisa momenti i votimit i gjeti shumicën e deputetëve të opozitës jashtë procesit të votimit, në vend që të ngrinin kartonat e kuq për ta kundërshtuar këtë projekt ligj. Megjithatë, kundërvotuan vetëm 9 deputet: Bujar Leskaj, Manjole Luku, Ramadan Likaj, Bledion Albati, Gent Strazimiri, Flamur Hoxha, Jusuf Çelaj dhe Arjan Doja. Rezultati, një ligj i rëndësishëm i kaluar pas një diskutim apo prezantim të amendamenteve nga opozita në një kuvend që më shumë se ndarjen e mendimeve tregoi mangësinë e funksionimit. Një ditë pas seancës, deputeti demokrat Belind Kolliçi, fajin për mungesën e debatit parlamentar mbi ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ja faturoi mazhorancës socialiste. I njëjti skenar për të parandaluar deputetët e opozitës për të folur për problemet që ka sot vendi dhe për një nga projektligjet më të rëndësishme, një nga ligjet më të rëndësishme që mund të kalojë në këto 4 vite në parlament, ka ndodhur ditën e djeshme sapo u bë gati të afronte momenti kur do të diskutojë ligji i mbetjeve. Një ligj i cili vjen sot dhe rikthen sipas kërkesës së mazhorancës strategjinë aty ku e la Partia Demokratike në fakt në vitin 2013 tek riciklimi, ke lanë fillimi dhe vend depozitimet dhe përpunimi i mbetjeve, dhe në kohë nuk i jep mundësinë qytetarëve shqiptar të dëgjojnë se çfarë ndodhi me strategjinë madhore të kryeministrit, me strategjinë e incenerimit të mbetjeve, e cila i ka kushtuar deri tani mbi 430 milion euro qytetarëve shqiptar. Qeveria konsideron ligjin si një hap përpara drejt standardeve evropiane, duke pretenduar menaxhim modern të mbetjeve urbane, ndërkohë mënyra se si opozita administroi situatën la përshtypjen e një vetë përjashtimi nga vendimarrja.